Rikthehemi bashkë në pikë. Një nga reformat më të debatueshme të qeverisjes vendore është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes. Pas dështimit të Komisionit Bipartizan Parlamentar për të arritur në konsensus, Partia Socialiste ka hedhur në tryezë një projekt ligj të ri që propozon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Majoranca e konsideron këtë një hap drejt rritjes së efikasitetit të administrimit vendor, ndërsa opozita e sheh si një nismë me prapavi elektorale, por përtej debatit politik lindin disa pyetje thelbësore. A ka nevojë Shqipëria për një tjetër reformë administrativo-territoriale? Cilat janë kriteret që justifikojnë rishikimin e artës së bashkive dhe a do të sjellë kjo më shumë shërbime dhe zhvillim për qytetarët apo thjesht do të ndryshojë kufit administrativ pa prekur problemet reale të pushtetit vendor? Për të ndalur tek këto çështje, në studi më bashkohen Agron Haxhimali, drejtor ekzekutiv i Institutit për Bashkitë e Shqipërisë. Faleminderit zoti Haxhimali që jeni këtu. Faleminderit juve. Dhe Mirit Latili, gazetare për çështje të tilla që kërkojnë gjithmonë jo vetëm hulumtim të detajshëm, por mbi të gjitha edhe një analizë specifike për të shkuar deri tek e vërteta. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve që na thirrët. Nuk e ngrita kot zërin kur thash tek e vërteta, se sikurse Zoti Artan Fuga më ka thënë, kush kërkon të vërtetën duhet jetë i përgatitur që do mbetet vetëm në fund të rrugës. Po vetmia ka filluar të ketë shoqëri. Gjë e mirë është, jemi të gjithë të vetmuar prandaj dhe nuk na mbetet hapësirë tjetër për Merida, çfarë të shqetëson në gjithë këtë procedurë? Vetmia. Vetmia? Pse? Pra kjo jo për hir të batutës në të cilën ne nisëm diskutimin, por në finalet e asaj se çfarë do të ndodhë. Në bisedën më përpara me zotin Haxhimali, po diskutonin se çfarë do të ndodhë me bashkitë e vogla të cilat do t'ju bashkohen të mëdhave. Dhe mora një shembull shumë modest, Bashkinë e Maliqit. Dhe thash, të gjithë ata qytetar banor që marrin shërbime në Bashkinë e Maliqit janë banorët e Kolanecit, fshat Maliqit dhe të fshatrave përreth, që në këto fshatra kanë mbetur shumë pak familje dhe mes tyre kanë mbetur të moshuar kryesisht. Dhe nëse ti sheh 1 ose 2 fëmijë në fshat, është gëzim shumë i madh. Tani çfarë ndodh? Këta banor do të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë. Do të studiojnë fëmijët e tyre në Elbasan, në Tiranë, pak rëndësi ka. Dhe nëse ky studiuari në Tiranë, në Elbasan, e mendon të kthehet në vendlinje sepse ka prindrit dhe e mendon që mund të punojë në mënyrë administrative në bashki, sepse ka shkollimin dhe mund të japi energjinë dhe kontributin e tij në atë zonë, tani nuk do mendoj si të kthehet. Do mendoj dhe do gjej mënyrën se si të marri prindrit t'i sjellë në Tiranë. Sepse ai nuk mund të kthehet dot më. Pra, kjo lloj reforme e sjell me fjalë shumë të thjeshta në realitetin shqiptar, do të krijojë një boshatisje shumë herë më të madhe të zonave që tashmë janë boshatisur, por gjithsesi ka një farë shprese se mund të rikthehen. Pra mund të rikthehen ata që kanë hedhur gjithë energjinë e tyre dhe mundin e tyre dhe moshën më të mirë të tyre jashtë zonës së tyre, që mund të jenë në qendrat urbane apo edhe jashtë Shqipërisë dhe mund të duan të rikthehen një ditë. Tashmë edhe kjo shpresë nuk ekziston që. Edhe ata që do mund të ktheheshin nuk do kthehen, sepse për të marrë një dokument, do thoni ju që po shi Albania edhe i marrim online. Jo, pra jo. Do shkosh në qendrën e qytetit, do shkosh në qendër për të marrë shërbimet. Dhe ti arrit kostot atij pensionistit që zbret nga Kolaneci në Maliq, po do ta zbresësh nga Kolaneci në Maliq, nga Maliqi në Korçë. Ti nuk po i rrit pensionin dhe po i subvencionon transportin. Do t'i rritesh kostot. Dhe do t'i vështirësosh jetën. Dhe duke u ndalur tek kthimi i dëshirueshëm, megjasa nuk ndodh, duke marrur në konsiderat që banorët e asaj zone që merren kryesisht me bujqësi, që janë ankuar prej kaq vitesh për shumë çka, madje edhe për mungesën rezervuare. Po kthehemi në Puk, shkojmë në veri, pra është një ndalemi aty, thjesht tani po i bëj logjikën e plotë e asaj që ju thatë, nuk ka gjasa të kthehen sepse ka aq shumë shembuj të dështimit saqë nuk ja vlen barra që ran. Madje ripopullimi i asaj zone ndoshta do mund të bëhej vetëm nga lushnjarët apo zonat e Fierit që janë të së njëjtës kategori, por që do hasen me të njëjtin dështim. Shiko, këtu hapin probleme të tjera pastaj, sepse ka edhe një projekt ligj që po diskutohet për sa i përket kalimit të tokave bujqësore në ferma fotovoltaikësh në masën 40% të tyre, sepse pastaj hyn në diskutim. Për ato toka. Por
Atëherë hajde diskutojmë çfarë na duhet. Na duhet më shumë energji apo buka, sepse ky është një tjetër diskutim, se nëse ne i japim territoret për të prodhuar energji, por pastaj s'kemi tokë për të prodhuar ushqimin, do të hyjmë në një problem tjetër, pastaj me si do të ushqehemi, do të them. Po këto janë të tjera probleme që derivojnë nga kjo situatë që duket modeste, por nuk është aq modeste. Më lejoni të sjell shembullin e Japonisë. Japonia ka një problem shumë të madh, qoftë edhe me moshën e popullsisë, qoftë edhe me braktisjen e zonave rurale. Prej 4 vjetësh, qeveria e nisi Tokyo në fillim, Bashkia e Tokios, por më pas u bë një model i aplikueshëm në gjithë territorin japonez, që familjet e reja, çiftet e reja, subvencionoheshin nga kryebashkiaku për të vajtur dhe për të ofruar shërbimin e tyre në një fshat që do të thotë, ku të ishte fshati më i largët, dhe ata mund të ishin mjek, mund të ishin, nuk e di, një profesion çfarëdo. Nuk ishin asnjë profesion, thjesht ishin dy të rinj të sapo martuar, ju jepnin shtëpi dhe të shkoni të ndërtoni jetën atje, keni dhe pagesat mujore, në mënyrë tillë që të bëjnë një rishpërndarje të popullsisë. Ne do shkojmë drejt asaj, por për të vajtur drejt asaj, do që po bëjmë të tjetrën për disa prej profesioneve, por nuk është se ka kaq shumë facilitete sikurse e bën Tokyo dhe është e drejtë. Po flasim, ne kërkojmë të shkojnë ata në majtë malit për të ripopulluar fshatin, ndërkohë që s'kemi çuar rrugë dhe ndërkohë që s'ka ujë dhe s'ka një qendra urbane ujë, jo më pastaj në majtë malit. Hajde diskutojmë. Është qartë. Agron, më duket kaq çuditshëm se mësuar të drejtohem gjithmonë me zoti Axhimali, po dua ta bëj shumë më familjare këtë gjë. Pata Arbian Maznikun pak më herët, i cili më sqaroi ndër të tjera të gjithë procedurën se si arritëm deri këtu. Ai më tha që në fillim kishim mungesën e pranisë së opozitës në komisione, më vonë kundërshtimin e opozitës për fazën e konsultimit të projekteve të vendosura dhe tani në fund mungesa e një projekti konkret të depozituar në kuvend, në komisionin përkatës, sa i takon kësaj reforme. Në dijenin tuaj, është kështu? Shiko, s'pari urime për këtë emisionin Faleminderit. Pik, ajo loga më pëlqen shumë në fakt dhe ne jemi në pikun e debatit të reformës territoriale dhe të konsultimeve dhe unë do të jap pikun e të vërtetës, por nuk do flasi për faqësuesi i Partisë Demokratike, nuk do të jem kundër Maznikut, po do të them si njëri që ka ndjekur në komision, si një ekspert i nivelit lart i kontraktuar nga Partia Demokratike, si një ekspert që ka ndjekur historisht në çdo reformë. Çfarë ka thënë Mazniku? Për pjesën e parë u vonuan në fakt qëndron e vërteta. Unë nuk di burokraci debatet që kanë pas se s'kam brenda vetes. Sigurisht në ato kohë kam qenë krejt kritik, kam shkruar nëpër media, kritik për Maznikun, kritik për Borxhin, pra jo individualisht, pasi kam marrëdhënie shumë të shkëlqyera edhe patjetër. Nga ana profesionale ndajmë gjëra shumë të përbashkëta. Ose debatet nuk kam se të jenë personale, por duhet të jenë konstruktive. Ndërsa lidhur me procesin tjetër, unë i kam përshëndetur, për shembull bën konsultimet, ishin të mira në 11 qarqe, dëgjesat me kryetarët ishin shumë të mira. Çka për mua si një ekspert që doja të krijoja një panoramë të qartë se ku qëndron reforma e 2014 me rezultatet, me konfigurimin, çfarë prodhoi dhe çfarë duhet, pra kjo panoramë për mua si ekspert ku më çon tek numrat, më çon te harta apo tek një modeli qeverisjes vendore. Unë e kam krijuar tash, nuk e moj. Secili më thotë u donin më shumë takime, më shumë konsultime dhe unë jam dakord, u donte të vinte Tirana, shumë mirë, më do të vinte Tirana, po edhe pa ardhur Tirana për mua nuk e kam pas pengesë. Tirana më tha ishte në një afat që doli jashtë afatit të komisionit data 15 korrik. Këtu tash ishte në afat. Po ju përcjell çfarë? Edhe unë po them, sepse ky është debat, më kam thënë, duhet ta menaxhonin bashkëkryetarët më mirë, duhet ishin më koherent, më të vendosur. Ja, po ja vetëm një fakt, jo për të repliku thash me Maznikun se nuk është kundërparti im. Por kjo është nga reformat e para që nuk konsultohen programet e huaja donatorë që kanë investuar para, shoqatat e kombëtare të bashkive, shoqatat e qarqeve apo shoqatat e autoriteteve vendore. Po projektet cross border që po bën me qytetet e vogla që kanë nisur, domethënë, apo organizatat shoqërisë civile apo akademia shkencave, fakultetet, institucionet, kjo duhet, por për ato
kisha nevojë ti dëgjoja. Sepse mund të mësohet. Po sigurisht që mësohet. Shiko, unë kam thënë që ka nevojë për alternativa, reforma territoriale, nuk mund të shkoj vetëm me alternativa as të PS-s, PD-s. Edhe po të ishin të dyja bashkë, prap kam thënë që kishte nevojë për qasje tjetër. Megjithatë, është shumë shqetësuese fakti që nuk dolën me një projekt të përbashkët, sepse ishte tonë të projekt kalendarin që edhe ne kemi pas takime, unë me zotin Mazniku, me zotin Boçi, me zotin Merkoçit, 4, pra 2 ekspertët e nivelit lartë dhe 2 bashkëkryetarët, që gjithçka që kishim parë, që kishim mbajtur shënime, që kishim rakorduar, kishim mbledhur të dhëna nga informacionet, institucionet na dhanë me thonë të drejtën informacionet, i kemi përgatitur edhe bashkitë ashtu si i dhanë të dopta, po e kriju, mblodhëm. Dhe ne do të uleshim tash të bënim narrativën. Edhe këtë narrativ do të përpunonim sepse ne ishim ekspert dhe nuk na ndante narrativa dhe situata dhe përshkrimi. Por mund të ndaheshim tek modelet, sepse modeli që pra ishtin të orientuar ekspertët e majorancës që për një numër më të vogël bashkisht, edhe e kishin deklaruar, ta themi drejtën. Edhe unë në këtë aspekt kam qenë kritik edhe kam shkruar këto ditë për kryetarët e bashkive që thonë, po si më na erdhi si bom, nuk e dinin këtë. Por ama ato i ftoi në takim, edhe ju a tha nuk kemi nevojë për 61 bashki, do ta reduktojmë ato e duar trokitën. Pra ishte një vendim i paralajmëruar. I paralajmëruar, faleminderit që po na mbyll bashki. Nga ana tjetër, edhe opozita deklaronte për hir të së vërtetës objektivin e saj jemi për më shumë bashki. Dhe ideja ishte që secili t'i çonte alternativat e veta, të kishim një dokument të përbashkët me 2-3 alternativa që mund të rezultonin. Pra, kjo nuk u arrit. Kjo nuk është çështje ekspertësh, ama këto është çështje vullneti politik. Por unë këtu nuk mund të rri pa thënë për shikuesit tuaj, dëgjuesit tuaj dhe ndjekësit tuaj një fakt. E kam thonë dhe atje, e kam thonë dhe bashkëkryetarëve, e kam thonë dhe në komision. Po si fillo punën në komisioni pa bërë një kornizë të qartë, pa miratuar kriteret mbi bazë të cilët ne ekspertët do futeshim për të bërë vlerësimin e situatës. Për shembull, do ta bëjmë ndarjen, riorganizimin bazuar mbi 12 qarqe, bazuar mbi rajone apo do vemi kriter popullsin. Kush ishte lista e kritereve? Kjo ishte e pafalshme, edhe unë kam thonë të 2 bashkëkryetarët, pra komisioni, se nuk duhet atë, se po të bashkëkryetarët duke sikur e kam me Boçin dhe Maznikun, por nuk kam. Aty janë gjithë. Aty janë gjithë. Komisioni duhet hartonte si gjithmonë. Nuk ne kujtojmë, ne kemi diskutuar dhe në studio kudo që edhe në kohën e zotit Finon 2014 hartoi kuadrin e përgjithshëm ai dhe vazhdo puna. Dhe në 2022-shin që ka qenë një punë mrekullueshme e zonjës Çupi dhe zonjës Deno, ato na mlodhën, tërëkish ishim nga 2 ekspert dhe këto janë parimet, ju vazhdoni na sillni produktin. Kësaj herë, me thënë drejtën, publicitet mori më shumë, vëmendje më shumë, po i keq ardhur që produkti nuk ishte aty ku duhet. Pra një komision fillo me miratimin e seteve të kritereve. Pse sot kemi këtë problem, këtë reagim ne nga bashkitë që janë mbyllur? Sepse atë që Mirilda tha, po ti dhe po bizetonin, e mbyllë, pra nuk ke morë kriter popullsin për Maliqin 30.000 banor, po e mbyllë. Po ti ke 10 tjera bashkia, 15 tjera me numër popullsie më të vogël se Maliqi që do të vazhdojnë të ekzistojnë. Shumë mirë që ekzistojnë. E bëra edhe këtë pyetje, dhe përgjigjja që mora nga zoti Mazniku kishte të bënte me faktin e pozicionimit gjeografik, largësisë nga bashkia më e afërt apo ndërthurja. Përjashto zonat minoritare, sikurse është Pusteci, Dropulli, Konispoli, Finiqi, ndjes. Zoti Mazniku më tha që për gjithë të tjerat i morëm në konsiderat të gjitha, por sikurse ndodhte Metropojën, që nuk e meritonte të ishte më vete, por nga që është larg krahasuar me të tjerë. Këtu jam dakord me Maznikun. Dhe kjo është ajo që kemi zgjedhur, tha pse njëra rri dhe tjetra nuk. Po ma ja po ti themun Mazniku tash. Kamza dhe Paskuqani, sa larg janë nga Tirana, që nuk i bën bashkë? A janë 0 metra? Në vërtet.
Sa larg është Maliqi me Korçën? E di distancën? Ndoshta kanë performancë më të mirë. Atëherë kalojmë në një tjetër në po kalojmë, po Vorën. Ja ku zjet. Po vaun e Dejes me Shkodrën. Shiko, unë i qëndroj faktit që reforma e maggiorancës shumë mekanike kësaj herë. Kisha pas pritshmëri krejtësisht të tjera që do shkonin në një model. Nuk e lidh vetëm me numrin. Unë vetë kam i qasje tjetër për numrin. Mund tjetë edhe më pak për mua, por e kompensoj uljen e numrit të bashkive me shërbimet, me përfaqësimet, me i qasje tjetër duke rregulluar modelin. Por nuk jam i bindur unë që Himara duhet jetë me 3.000 banor gjatë 10 vitit. Po sepse në raportin e fundit të pushtetit vendor të ardhurave, Himara kishte një rritje të ardhurave për shkak të taksës së infrastrukturës, se ka dhënë ndërtimi. Shkojmë ke tjetër, po unë po them ty. Po bëj avokatin e djathtë që do të duhet të argumentim. Shumë faleminderit, unë po të them ty. Pse mbyllë Shëngjinin ti? Komunë. A i dini ju çfarë prodhon Shëngjini sot? Turizmi. Sa ekonomi, prit një minutë. Pse mbyll Orikumin ti? Orikumi bashki... E kam lënë në nivel qytet. Domethënë kanë shkuar qytetet në 71 që marrin të njëjtat dispozitë. Qytetet e Shqipërisë kanë qenë, me të thënë drejtën, 72 qytete që në vitin 70-60. Do shkruaj për këtë shumë shpejt se kam gati material. Do të them që po Orikumin, ti e mbyll Orikumin me 1000 arsyeja dhe Vlorës. Orikumi sot është një mënyrë ekonomike shumë e fuqishme për naturalitetin, nuk po hym. Pra po të ishte vetë Orikumi do ishte shumë herë më mirë se Vlora. Çfarë do të thotë për mua Erion? Po ndjek me vëmendje shumë të madhe dhe jam në kontakt nga të 15 bashki dhe stafet e tyre për konsultime. Pse ka reakcion? Ka reakcion sepse janë të bindur që për të njëjtat kritere nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë. Ka diskriminim të brendshëm. Ama është e padrejtë. Është e padrejtë. Nuk i dal në mbrojtje më Maliqit fare, as Patosit, as kujt, më nuk kam as lloj as Dimalit, as kujt fare. Por ti duhet zbatosh set kriterë se do të thosh, ky kriter është i njëjtë në gjithë Shqipërinë. Po ju jap vetëm 2 shembuj. E kam ndjek në Estoni, e kam ndjek në Turqi, e kam ndjek edhe në Austri, në Moldavi dhe në mjaft të vende. Në Austri shumë debate me ndjeshmëri shumë të madhe për logon. Se logo ime ka qenë para 110 vitesh. Logo kësaj komunës vogël në ka qenë flamurin 3 vjet, po nuk e hiqin atë flamurin, thash po pse vetëm për këtë? Shumë e rëndësishme, më tha Gron, kjo mos e ignoroni, më thonë ai që na shpjegonte. Pra në konceptin tonë nuk kanë lidhje këto, por shumë ndjeshme. Çfarë bëri Turqia dhe Estonia? Vendosi pragun e popullsisë ajo. Thonë nuk do ketë njësi të qeverisjes vendore nën 5000 banor. Në të gjithë territorin estonez, në të gjithë territorin e Turqisë. Po raqet situata. Edhe i tha, po ti kesh vetë mbaj, po si ke vetë si bashki, bëje me bashkinë fqinj. Shiko si erdhën u mblodhen naturalisht gjithë, dhe tash në 80 milion banor të Turqisë nuk pat as, mund kishte qef me të histori, identiteti, por kur zbatohet një standard. Atëherë qytetari është i lirë. Dhe çfarë më kanë thonë mu? Një pjesë e këtyre bashkive, më falni se e zgjatem Mirilla, një pjesë e këtyre bashkive që janë krijuar sot, janë bashki të krijuara, këto bashkimet mbi bazën e rrethave të dikurshme. Është një model që unë e preferoj në fakt jo për nostalgji, por të krijuar të kohezionin social, atë historinë dhe traditën, si qytetarët tonë, jam nga rrethi Delvin, nuk thonë jam nga qyteti Delvin, jam nga rrethi Kolonj, si thotë gjykata rrethit, prokuroria rrethit, jam nga Bibra dhe jo nga Peshkopia. Pra, shiko, këto krijonin atë mjedisin shumë të mirë. Por ti një bashkim e bën bazuar në rreth. Një bashkim tjetër e bazohet në një kriter pa asnjë lloj lidhje. Në 2014 ti shkurtove numrin e jesive të qeverisjes vendore nga Shqipëria nga 300 ca. Pa nga 308, edhe kryesisht Shqipërisë mesme dhe veriut i cungove mirë. Jugun e le, edhe ne nuk them shumë mirë që e ke lënë jugun. Tash ndodhi e kundërta. Tash këtu ka dhe kjo maggiorancë ishte që bërë, edhe nuk e pranoj, nuk e kemi bërë këtë padrejsi me jugun. Tash që e shkurtoj, bë padrejsi në 2014, po bë padrejsi tani. Ndaj theksoj dhe një herë që ka nevojë për kritere dhe fundit që do të them.
Kam pas sot një shkrim që jam telefonuar me qindra telefonata dhe mesazhe. Ato kritere, nga ana teknike, ekspertët kanë punu mirë, se bashkë jemi aty, s'kam asgjë me ekspertët. Por çështja më që ngrinte njëri shumë i zgjuar. O, gron, boni gjithë ato teoria teore, tha. Ne që ta kuptoni mirë këtë punë në kohë, thot, duhet dinim atë që kemi diskutuar gjithmonë për formulën e buxhetit që merr secila bashki. Një bashki thot do ta merr 100 lek, sepse 85% i merr për popullsinë, 80% për popullsinë, 15% për densitetin, 5% për numrin e nxënësve. Edhe shoferi kryetarit edhe pastruesja e dini që po ta bosh këtë llogari del qartë se ku jeti. Edhe formula po them e shkrirje, se dhe ky debat nuk pranon ta quajë ri shkrirje. Edhe formula e bashkim. Bashkim nuk po i referohem çfarë thot ligji 139/2015 në nenin 89 shkrirje thot. Po nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi termi. Dhe në këtë rast, që ta qetësosh qytetarin të kesh komunikim transparent, do t'i thosh, këto janë kriteret. Mbledhi, po të doli kjo shifër, mirë, s'të doli kjo shifër, je për të bashkuar. Kjo ka munguar, jam ta themi drejt. E qartë. Merida, është bërë një pasqyrë e çfarë nuk funksionoi. Sepse me sa duket, vetëm ne qytetarët me njëri tjetrin mund të nxjerrim piketa se çfarë nuk shkon me secilën zonë apo me një popullat të caktuar. Por me sa duket, çdo gjë është bërë pa marrë në konsiderat çfarë nuk shkoi, por çfarë do na interesonte neve që do funksiononte më mirë. Zoti Mazniku i vuri shumë peshën tek pesha e buxhetit që harxohej në këto bashki për paga dhe mbarvajtje dhe tek pesha pastaj që i kthehej si investim. Kjo ka nevojë për një diskutim në të tjera dimensione. Nëse ne do ta kalonim shtetin, qeverinë si një korporat, korporatat kur shpërndajnë degët e tyre dhe buxhetet e tyre bëjnë një analizë. Këto 10 lek do i çoj tek dega që drejton Erioni dhe do të marrë të bëj analizën. Pse Erioni më vjen vit për vit me humbje? Çfarë nuk shkon? Dhe mund të ndodhë që tek zona e Erionit gjithçka mund të jetë në rregull, por është Erioni gabim. Atëherë ndrojmë Erionin, ose ndrojmë Mirildën, ose ndrojmë atë që është në zonë. Por nuk mund të mbyllim gjithë degën, që mund të jetë një fabrikë, mund të jetë një sipërmarrje gjigande, vetëm e vetëm sepse nuk na funksionon ana menaxheriale. Pra, kjo analizë mua më rezulton që nuk është bërë. Pra, ne po merremi me kriteret, ka popullsi, është largësia mes qyteteve, është rruga, mungon rruga, po atëherë duhet ta diskutojmë. Këto buxhete që ne na ikin vetëm për paga. Dhe pyesim bashkitë dhe themi, pse nuk keni shkruar borxhet në UKT juve? Çfarë po ndodh? Sepse më lejoni t'ju them që në para zgjedhjeve lokale të 2023-shit ka qenë po kryeministri Rama, në atë kohë zëvendës kryeministër ka qenë Akmetaj, ishte diskutimi shumë i rëndësishëm dhe madje u kërcënuan kryetarët e bashkive të SMA-s dhe u tha që nëse ju nuk shlyheni borxhet e bashkive tuaja, ju nuk do të kandidoni më për kryetar bashkie. Por që kjo nuk ndodhi. Atëherë, u bë një analizë pse nuk u kthyen borxhet? A është bërë një analizë pse buxheti shkon vetëm për paga dhe jo për investime? Çfarë çdon me investimet? Pse bashkitë ende kanë detyrimet pa shkruara ndaj palëve të treta për punë të kryera? Hajde bëjmë një analizë këtij niveli dhe nëse na rezulton që s'na kanë funksionuar zinxhiri ose njerëzit që janë besuar për atë punë, ndrojmë njerëzit, por jo të ndryshojmë komplet një strukturë të madhe. Ose ndoshta bashkive janë ngarkuar edhe sektor që nuk i kishin më herët, si zjap fikset për shembull që ju futën në organigram. Po kjo çështje e menaxhimit duhet marrë në analizë. Patjetër. Çfarë ju kemi dhënë më shumë, çfarë s'ju kemi dhënë, ose ja u kemi hequr nga detyra që duhet ta kenë bashkitë që janë pushtet vendor lokal që njohin banorët, që njohin situatat, dhe çfarë duhet të mbulojë qeveria qendrore. Ne këtë analizë nuk e kemi. Mirila, në fakt unë kam bërë këtë analizë dhe jam plotësisht në logjikën tënde në atë që unë kam shkruar në një raport që është 450 faqe. Në fakt po edhe në raportet që publikojmë. Ndaj të njëjtën logjikë që nuk duhen trajtuar njësitë e qeverisë vendore, institucione kushtetuese si ndërmarrje fitim pruese. Po edhe si kur ti menaxhorim të tilla? Edhe ta zëm që bashkia mund të sepse bashkia ka taksat e veta që mbledh. Shiko, tashit ja kërkojmë llogarinë. Ne një kryetari bashkie në parim, ti marrim gjërat në parim sepse në qoftë se hyn pastaj tek analiza, me thënë drejtën edhe unë jam kritik i performancës së tyre, por nuk më çon logjika që thua ti është sakt, pra që
me që ti nuk performon mirë, mu më jepet mundësia të mbyll ty. Po këtë pra duke thënë që nuk mund të shkoj këtu. Performanca atyre, është vështirë të gjesh një korrelacion, një lidhje shumë të fortë midis zmadhimit territorit, menaxhimit të shpërndarjes së shërbimeve, se diku çalop, por nga do të jetë defekti, institucionet bashkit janë institucione publike, janë institucione kushtetuese dhe duhet të prevalojë një shër kriteresh të tjera, kultura, identiteti, historia, infrastruktura e komunikimit, marrëdhëniet sociale, mjedisi që do të krijosh për atë shoqëri që ta mbash aty ku ndodhet dhe jo ta mbyllësh, sepse unë kam thënë diçka tjetër që dakord, nuk kanë performuar mirë, jam dakord nuk kanë performuar mirë, sepse për hir të së vërtetës, numri punonjësve kanë dyfishuar dhe mbi të gjitha në 100 lek, 20 lek e çojnë për investime, pjesën tjetër e çojnë për paga. Kjo nuk është korrekt. Menaxhojmë administratën, por jo t'ja heqim mundësinë banorit t'ja çojmë institucionet shumë lart. Pra, lidhur me atë që po thoja për raporti madhësie dhe performancë, ne kemi bashkinë Tiranë, edhe unë kam thënë një herë tjetër, po sa mund ta zmadhojmë bashkinë Tiranë, edhe pse tash po kërkohet zgjerohet edhe me Rrinasin. Po kryetari në burg, gjysma administratës është në burg. Po kush e ka fajin, se është bashkia vogël? Kush e ka fajin, se nuk ka buxhet? Është ajo që thot Mirinda, pra. Jam dakord. Administrimit është ajo që çalon. Jam dakord. Pra në këtë aspekt mendoj që çfarëdo analize të bëhet, edhe pse qasja ime tash është gjë tjetër. Unë përkas faktit që bashkitë për cilët ka investuar qeveria shqiptare dhe për hir të së vërtetës ju ka dhënë parat. Këtë duhet ta themi për vitin 2026. Po, por s'ka kërkuar llogaria gron për çfarë janë harxuar ato para dhe prandaj jemi në këtë kaos. Performanca këtyre duhet të ishte kreti gjë tjetër. Sistemi administrativ janë dakord, nga këto 15 bashki, nëse 14 apo 13 janë të Partisë Socialiste, minimumi tek bashkitë e veta mund të kishte kërkuar më tepër llogari që të rriste performancën. Shikoj, pse ta themi bashkitë e veta pa veta? Ajo politik, llogaria është llogari paralel. Jo, me qenë se i ka zgjedhur vetë, dua të them se ndoshta demokratët bëjnë edhe Erion, drejtojnë institucione publike, institucione kushtetuese, standardet e auditimit, kontrollit duhet të jenë tjetër gjë. Por në këtë aspekt, një nga defektet që ne kur kemi çuar raportin e analizës së 2014-s, kemi treguar dhe faktin që kam qenë kritik historik në fakt, po qasja simetrike ishte dëm i madh që ju bë të 61 bashkive. Pusteci, bazuar në ligjin 139, 2015 kishte dhe ai një sër funksionesh, kompetencat rreth 40-42, njësoj si Tiranë. Unë i thoja, po pse bëni kështu, ajo nuk ka kuptim. Ja, po ne jemi kështu, decentralizojmë. Ora mos bë propagandë me mua. Pusteci nuk kishte mundësi as të merrte me arsimin as me shëndetësinë as i bëra këtë pyetje ndaj zotit Mazniku dhe tha sepse janë disa zyra, për shembull si zyra juridike që kërkon përfaqësi prej 3 personash aty brenda. Se unë i thash në zona ku ka më pak banor nuk është e nevojshme që ti të kesh një staf të zgjeruar që të çon ty në kosto të mëdha. Absolutisht. Por këtë më tha që organigrama është e tillë që duhet të aplikohet njësoj në të gjitha gjërat. Këto janë tash Mazniku mund të justifikoj si të doj, po pra se nuk ka zgjedh modelin. Në Budapest un kam para, te kemi shkuar për eksperiencë, jo vetëm aty, po kudo. Një bashki me 1800 banor kishte një administrat me 7 vetë edhe kryetari, edhe një këshill me 11 vetë. E njëjta gjë në Itali, kryetarët sindakot e komunave të Italisë janë mjek, janë infermier, janë inxhinier, janë arsimtar, edhe punonte. Unë kam takuar, jam trajnuar vetë herët në ato komuna atje. Ai vite mazdi unë thotë kryetari vëlla se ne shkonim kështu të kollarisëm deri në 5 masdite. E thot vje kryetari kur të vin nga puna, thosh, si vje kryetari kur të vin nga puna, jo part-time, thonë kryetari. Ora është i emëruar, jo kanë votuar qytetarët të bëjë punë tjetër. Çfarë do thotë? Tash po pse është ky mekanizëm, ky sistem? Po jemi komuna të vogla, thosë se kemi nevojë për full time. Këtë nukleun e punojësve administrative kemi dhënë në këtë logjikë që ju thoni. Po ti nuk mund të them pusteci ti do të bësh një master plan ti se je 100% zonë e mbrojtjet, konkurrosh ti këtu. Nuk e bën atë. Le ta bëjë një nivel tjetër qeverisë vendore, le ta delegojë në Korç apo pra ka forma tjera që i zgjidh modelin, nuk i zgjidh numri, nuk mbyllet bashkia se ke numër të vogël popullsi, po jap vetëm një argument që do ta botoj sërish nesër. Në Francë, Kroaci,
Itali ka edhe në pjesën më të madhe të Evropës, ka bashki edhe komuna me numër popullsie 2.000, 1.800, 1.700 sa dush. Në Skandinavi, është e vërtet, janë mbi 30, ka një qasje tjetër, ka prevaluar ekonomia shkallës për kundrejt demokracisë lokale, dhe ajo që i bën kaq të mëdha është se nuk humb pesha dhe cilësia e shërbimeve atje. Kurse këtu, po na zmadhove këtu humb përfaqësimi, demokracia lokale që janë periferike për ne, po hum edhe shërbimi, edhe unë po e them edhe fundit fare. Unë monitoroj faqet e Facebookut e këto media sociale të 61 kryetarëve të Shqipërisë, sa i mërzitur dhe i keqardhur jam. Sot gjeta dhe një mbështetës në fakt që u kundërvinte një kryetare që nuk duhet i bëj, se duket sikur bëj propagandë negative, të fut traktore, skavator, kështu në toka, are, në male, në kodra, binte ajo dheja, të shkurët, edhe bonte lajm, shiko çfarë po hapin, pra Shqipëria në vitin 2026, vazhdojmë hapim rrugë trashe. Pse kjo ishte Shqipëria, kështu shkojmë në 27 në Bashkimin Evropian, çfarë do thotë që nuk du ta lidh me reformën, as me numrin, e lidh me modelin e qeverisjes vendore, e lidh me decentralizimin fiskal, e lidh me faktin që unë asaj bashkie mund t'i jap një set të reduktuar funksiones, po meru me fshatin, me bujqësinë, me vaditjen, me kullimin, ama kaq. Mos u merr, nuk mund të bësh gjë tjetër, nuk je as për të kenë zyra të panevojshme. Po zyra të panevojshme. Pastaj edhe këto të voglat, pse shkojnë ke juristët? Po sa asistent kanë? Për çfarë i duhet? Këshilltar. Po hajde tash janë probleme të gjithë të përfshirë në këto situata. Po dhe sidomos mbi gjitha pastaj në qoftë se ama duhet ta them dhe këtë politikisht, që në qoftë se ti i trajton me mos besimi ose të qeverisjes vendore dhe me faktin që ju kanë dhënë para, edhe unë them i ka dhënë para dhe shumë mirë ka bëu. Ju ka shlyr borxhi, ju përmendet aftësinë për shlyerje borxhi. Gjithë bashkitë mburret edhe qeveria. 60% të borxhit është blerë nga qeveria shqiptare. Unë nuk po them se ka bërë keq, ka bërë mirë, po ti mos ja faturo shlyerjen nga ana jote për të rrit performancën e disa bashkive ose për ta ulë performancën e tyre. Tash janë një sër problemesh që janë të karakterit menaxherial, janë të karakterit të leadershipit lokal, vijnë nga fakti që këshillat bashkiake e kanë humbur aftësinë, janë bërë sa noter të rëndom dhe nuk janë ai parlamenti i qytetit që të marrë fatet e ekonomisë lokale, ndaj kemi të gjitha këto probleme. Agron, nga kjo që thatë nga vëzhgimi i kryetarëve të bashkive lind një pyetje. Ilda, mos ndoshta qëndron problemi edhe tek ne së pari, pa u marrë me organigramën, me ndarjen administrative, territoriale. Mos ndoshta është problemi duke filluar nga ata kryetar bashkisë, që janë zgjedhur nga një komunitet ndryshe dhe merren sot me reklamimin e një eskavatori që bën pastrimin e 10 metra kanal, kur 1.000 metra të tjerë pastaj janë në gjendje të mjerueshme. Sepse Samir Korreshi është ai që e denoncon gjithmonë këtë dhe mua më pëlqen nga forma se si e trajton në rrjetet sociale, kur shkon në kanale vaditje apo kullonjse dhe ata janë të gjitha të bllokuara dhe thotë më thoni se ku është angazhimi juaj për këtë. Ai po bën një punë të mrekullueshme, është një model shumë i mirë i të qenit. Detyrën po bën gjithsesi, se ajo çfarë ne po na ndet problemi. Kemi mësuar me njerëz që bëjnë detyrën. Këtë dua të ndaj. Ne na bën përshtypje kur njerëzit kërkojnë të bëjnë detyrën e tyre për cilën janë votuar ose të cilën zgjedhin të paguhen edhe në profesionin tonë. Patjetër. Ajo çfarë është normale që duhet ta bëjmë, s'kemi pse duar trokitemi për atë që bëjmë siç duhet, sepse paguhemi për atë. Dhe në rastin e zotit Korreshi është e njëjta gjë. Në rastin e kryetarëve të bashkisë, më lejon të them që para kryetarit aktual, Erseka ka pasur një kryetar që ka qenë 16 vjet. Tani 16 vjet, ishte njëri nga e majta, njëri nga e djathta, ishte njëti kryetar bashkie. Dhe njerëzit votonin atë individi. Çfarë bëri ai individi për atë qytet? Asgjë. Shkojmë në një bashki tjetër, ishte njëri që kishte 22 vjet që ishte kryetar bashkie. Maliqi është një ndër, Poliçani. Tani, këta individët sigurisht që do ndjen edhe të kërcënuar se po humbasin vendin e punës praktikisht dhe nuk do respektojnë më kryetari dhe kjo është një përballje me egon. Jo, po ato nuk kandidojnë dhe po të rritet bashkia më Mirilda sepse lejohet vetëm 3 mandate, nuk lejohet të kandidojnë më ata. Po do ndronin partitë dhe do ishin prapë një tjetër. Kryetari dhe janë të tjera ofiqe që eliminohen. Në përgjithësi, ruajtja e status quo dhe pyetja e kryetarit është në konflikt
interese dhe nuk kanë shumë vlerë, jam dakord. Jo, nuk prodhojnë në gjonë krahasim me një që ka më interesa bazike. Duke i kthyer pyetjes, po, është problemi ynë. Është problemi i individit, sepse edhe ne kur nuk bëjmë kompromis me këtë lloj, le të themi abuzimi që na bëhet, që kryetari është 3 mandate me një parti, pastaj ndron partin tjetër për të qenë edhe 3 mandate të tjera, sepse zotërinë kështu janë qarkulluar. Ka qenë njëjti individ. Atëherë, pse nuk reagojmë ne? Edhe për vendet e punës, sepse bashkitë janë edhe struktura punëdhënëse. Patjetër. Që nuk duhet të jenë të tilla në do të jenë ofruese shërbimi, por nga ana tjetër, për faktin që me që këto kanë paragjykimin që janë struktura punëdhënëse, të mbyllin fare që mos japin asnjë vend pune. Dhe kjo është normale. Nuk është ky plani që ata të mbyllin, do kenë përfaqësi, por do jetë më reduktuar. Këtë mbetet për të parë gjatë konsultimeve. Dhe pastaj ai duke futur edhe siç u bë me zyrat e pensioneve, që ju thon pensionistëve nuk ka më shërbim në sportel, por ka shërbim vetëm online dhe mbetën pensionistët kanë dhënë gjithë dhënat e tyre tek i pari që mund t'ju ofrojë një asistencë në Albania. Mirë, nëse mbamen debatin e kemi bërë dhe me ty dikur për zyrat e gjendjes civile, njëjti debat. Po jo, ne kemi mbyllur për shërbimet do ti marrin njësoj, po si me njësoj, a i shkon aty, po jo, do shkoj dhe 20 km, po mirë, po kjo nuk është kollaj me i thonë 20 km, do të bëj një shtesë për reagimin. Është shumë e rëndësishme në fakt që ne jemi shoqëri me cilësi dhe sasi demokracie shumë të ulët. Një organizatë ndërkombëtare që punon në fushën e qeverisjes vendore në 2023-shin bëri një vlerësim të, le të themi, konfidencial të profilit të kryetarëve të bashkive. Dhe raportua sa litra rakin në muaj shpenzoshin. Jo. Nga 61 kryetar, 43 ishin me banim në Tiranë. Dhe kur ishim në Dibër, një qytetar, ishim me Maznikun, Majën, deputetët PS-s, PD-s, një qytetar shumë i zgjuar me një ironi dibrançe. I tha, kur t'i zgjidhni këto kryetare, thë, boni që doni, thë, po kur të kandidoni kryetar të paktën, tjetja 30 vjetë, thë, që të ketë banu këtu, pra ta jofi Dibrën, Benjam Bliq, thë, 10 vjetë, pasi nuk do jetë kryetar bashkie, tjetë këtu me familjen, t'i qoj fëmijët e vetë ke këto shkollat që ka bo vetë. Pra, kush ishte filozofia gjës që kryetar bashkie që thot kam hap rrugë, po fëmijët e mia nuk i çoj se është balë. Kam hap çerdhe, po nuk i çoj fëmijët e mi se çerdhet s'kan kushte, i çoj tek private e njëjta gjë. Shiko çfarë na dormon neve ti Erian. Pra ne duhet ta kemi Mirilda këtë lloj absolutisht po. Këtë lloj reagimi. Pastaj pjesa tjetër siç janë raportuar në media nga 61 kryetar këto 10 vite, 42-41 kryetar ka një subjekti i hetimet, si quhet spakut, pra i sistemit të drejtësisë, i korrupsionit. Pra çfarë do thotë kjo? Një shoqëri e rënduar, në shoqëri e fjetur duhet jemi më të zgjuar, sepse një kryetar, marrim Kuksin, marrim Dibrën, marrim Lushjen apo këto, kryetari hiqet për një aferë të cilës do lloj. Zëvenci i njëjtës parti kor sukses të madh në fitore. Kemi thonë disa herë edhe në kontakt dhe me monitoruesit ndërkombëtar kur ja tregojmë këtë, po kjo nuk ndodh kurrë. Ta bëj partia kandidati i partisë Blerit këtë, po ai nuk fiton më i Blerit kurrë. E qartë, por nuk kemi ato nivel të qytetarisë që na bën ne kaq të zhvilluar. Mirilda, faleminderit që ishe sonte këtu. Faleminderit Agron. Kënaqësi shumë e madhe. Voskopoja do vazhdoj të mbetet e pastruar, sepse nuk nevojitet aq shumë vëmendje shtetërore sa kultura qytetare. Në këtë formë ndoshta duhet të funksionojmë të gjithë. Faleminderit që na ndoqët sonte dhe mirupafshim nesër në pikë.